të cilët vuajnë nga ankthi, depresioni apo ataket e panikut, edhe ata mundohen gjithmonë të shmangin situata të cilat i bëjnë anksios. Mundohen të shmangin të takojnë njerëz të rinj, mundohen të shmangin ambiente si qendra tregtare, mundohen të shmangin situata të reja sepse nuk kanë siguritë e vetja e tyre. Mirë po, kjo është e gabuar. Sado mund të bëjë ty që të ndihesh rehat duke u larguar nga gjërat që mendojnë që të sjellin ankth, kjo nuk është progres, kjo nuk është avantazh midis teje dhe ankthit. Ankthi është në avantazh këtu, sepse ty të ka vënë poshtë dhe të ka trembur që ti të mos marrësh iniciativa. Avantazh për ty që ke këto probleme është që ti të përballesh me situatat, me frikrat e tua, të shkosh atje edhe të shkelësh te ato frikra të cilat qëndrojnë midis teje edhe shërimit tënd, e te kalimit të problemit tënd. Guximi është i rëndësishëm dhe të mos bijem te zona e rehatis ku shmangim situatat dhe nga jeta e përditshme edhe mbyllemi te guacka jon, sepse kjo e vështirëson dhe më shumë dalje nga guacka nesër pas nesër. Prandaj shkelja, ecja te frika që qëndron midis teje dhe arritjes edhe qëllimit edhe shërimit tënd është shumë e rëndësishme. Ki guxim edhe të kuptosh intelektualisht që në fakt s'ka asnjë problem. Vepro. Shko atje ku të vinë frikrat. Takoj njerëz të rinj. Nuk ka asnjë problem. Vazhdo që të jesh aktiv në jetë edhe social. Se kjo është avantazh për ty dhe kjo është një hap përpara që ti të jesh edhe më mirë, edhe më i fortë, edhe më i mësuar me idenë që nuk ka asnjë problem.